ndonjëherë fati shkartis letrat dhe ne sërish luajmë me ato në kërkim të asave, por ka raste edhe kur letra që do të tërheqësh është ajo e duhura, idealja, ajo që mund të thuash, nuk do të kisha dashur ta ndëroj me asnjë tjetër. Kështu ndodhi edhe me një djalosh të rritur mes detit, diellit dhe topit, në ndikimin e familjes së tij, shokëve, por sidomos pas diteve që në vend që të flinte gjuhë i kalonte duke provuar veten dhe duke u stërvitur. Në mbrëmje, vëmendja e tij ishte përpara TV, duke ndjekur futboll, por sidomos duke ndjekur një futbollist për t'i vjedhur sidomos artin më të madh që mund të ketë një lojtar. Mënyrën e pozicionimit mes kohës dhe zonës ku po zhvillohet aksioni. Ai lojtar quhet Iniesta dhe përpara TV është Pedro González Lopez. Gjyshi i tij ka themeluar Fanu Club të Barcelonës, i ati ka vijuar këtë traditë, por mundësia e parë vjen në një vend tjetër, në një qytet që të gjesh dëbor është e vështirë, gati e pamundur shpesh, por ato ditë ndodh ajo që duhet të ndodhte. Pedri bashkë me të atin nisën për të Real Madrid për një periudhë prove, por dëbora ka mbuluar fushat dhe mesfushori kthehet në shtëpi. Fati i tij do të marrë një tjetër drejtim nga moshat e Las Palmas, aty ku pas vetëm 3 ndeshjesh me profesionistë, Abidal dhe Kluivert nxitojnë të paguajnë 5 milionë euro që do të bëhen me kalimin e kohës rreth 20. Sepse Las Palmas e di që në duar ka një diamant, te Barcelona në rindërtim dhe kaos, duan ta huazojnë sërish diku tjetër, por Koeman i jep shansin e madh. Trego veten dhe askush s'do të haj hako. Ndodhi ajo që duhet të ndodhte, nga ai moment Pedri fiton fanelën dhe vendin e tij, klubi i siguron shtëpi dhe kushtet për të vijuar aventurën në Katalonia. Sepse Pedri ka lindur për të luajtur te Barcelona.